unë do t'i referohesha një raporti të Bankës së Shqipërisë në mesin e vitit 2025 për sa i përket kontributit të energjisë në investimet e huaja. Sot, investimet e huaja në Shqipëri kanë arritur 16 miliard euro, këto të llogaritura sipas metodologjisë tradicionale duke marrë kursin e këmbimit ditor. Por energjia është në vend të parë si kontributor kryesor në investimet e huaja në vendin tonë. Dhe në vend të dytë është sektori i nxjerrjes. Të dy sektor të portofolit të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Për të futur më thellë në shifra, sot 16 miliard euro investimet të huaja në vendin tonë janë mbi 250% krahasuar me një dekadë më parë.